Një pagë minimale e përshtatshme është thelbësore për sigurimin e një standardi të mirë jetese për punonjësit, por si kanë ndryshuar pagat minimale në Evropë nga viti 2015 në 2025 dhe gjatë dekadës së fundit, a janë zgjeruar apo ngushtuar pabarazit në paga. Që nga janari 2025, paga minimale mujore bruto në Bashkimin Evropian varionin nga 551 euro në Bullgari në 2138 euro në Luksemburg, sipas Eurostat. Kur përfshihen vendet kandidate për në Bashkimin Evropian me të dhëna të disponueshme, paga minimale më e ulët është ajo e Ukrainës në 182 euro e ndjekur nga 285 euro në Moldavi. Në janar 2015, ky total varionte nga 184 euro në Bullgari dhe 1923 euro në Luksemburg. Ndër vendet kandidate, shifra më e ulët ishte 53 euro në Moldavi. Në terma nominal në euro, duke përjashtuar luhatit e monedhës vendase, Rumania shënoi rritjen më të lartë të pagave minimale bruto midis vendeve të Bashkimit Evropian. Totali i saj u rrit me 273% nga 218 euro në janar 2015 në 814 euro në 2025. Kur përfshihen vendet kandidate, Moldavia shënoi rritjen më të rëndësishme me një vlerë prej 438%. Në Bullgari, ku pagat kanë qenë historikisht ndër më të ultat në Bashkimin Evropian, paga minimale u zgjerua nga 184 euro në 551 euro, duke shënuar një ndryshim prej 199% midis 2015 dhe 2025. Franca pati ndryshimin më të vogël me pagat minimale që u rritën me vetëm 24% nga 1458 euro në 1802 euro gjatë së njëjtës periudhë. Në Gjermani, paga minimale u shtua me 717 euro, që përkthehet në një rritje prej 50%. Në Holland ndryshoi nga 1502 euro në 2193 euro, duke reflektuar një zgjerim prej 46%. Evropa lindore dhe ju lindore përjetuan zgjerimin më të shpejtë të pagave, duke ndihmuar në ngushtimin e ndekut në Evropën perëndimore. Shtetet baltike shënuan gjithashtu rritje të fortë, ndërsa Evropa perëndimore pati ndryshime më të vogla, duke reflektuar ekonomi më të qëndrueshme dhe nivele tashmë të larta pagash. Nëse shohim rritjen mesatare vjetore, Rumania renditet e para midis vendeve të Bashkimit Evropian me 14.1%, ndërsa midis shteteve kandidateve për në Bashkimin Evropian, Moldavia reflektoi ndryshimin më të madh me 18.4%. Franca kishte rritjen më të ulët me vetëm 2.1%. Normat mbeten gjithashtu nën 5% në Irlandë, Gjermani, Holland, Belgjik dhe Greqi. Që nga janari 2025, pagat minimale të rregulluara për standardet e fuqisë blerëse varionin nga 878 euro në Estoni në 1992 euro në Gjermani midis vendeve të Bashkimit Evropian. Shqipëria shënoi shifrën më të ulët nga vendet kandidate me të dhëna të disponueshme me 564 euro.